që kur kam pas 20-30 personat e parë në varësi, patjetër që kam delegu. Kur u bën 200 punonjës, pastaj filloi delegimi edhe më i madh. Dhe puna ime është se si të heq punë nga vetja ime dhe ta rishpërndaj te njerëzit. Vështirësinë e kanë gjithë individët që e kanë krijuar atë pushtet dhe tashmë të heqin dorë nga ai pushteti i tyre. Po ka shumë sipërmarrës në Shqipëri që e kanë të vështirë të delegojnë gjëra dhe të krijojnë besim për më tepër. Kjo është sfida sepse pastaj ti nuk je një drejtues, je i punësuar i biznesit tënd apo i kompanisë ku ti punon. Pra në vetvete ti duhet besosh dhe jo vetëm të besosh, po gjesh mekanizma se si të kontrollosh atë që delegon. Unë për shembull marr 600 emailë në ditë, mund të marr edhe 1000 mesazhe në ditë. Patjetër që në këtë fluks informacionit nuk kam kohën e dur që t'i lexoj gjitha, t'i kthej përgjigje gjithëve dhe patjetër që kam angazhu individ të tjerë. A ke patur zhgënjime nga këta individ që ju ke besuar? A ke patur ti zhgënjime nga njerëz që ke qëndruar? Patjetër që ke zhgënjime dhe patjetër që je shumë e kënaqur që ke pas disa zhgënjime që pastaj ke përfunduar me njeriu e duhur në jetë. Njerëzit që na zhgënjejnë na ndihmojnë që të shkojmë shumë më afër njerëzve që ne vlerësojmë më tepër.